Titujt kryesor të gazetave e mart 20 tetor 2015, Gazeta Panorama. 2 provimet, mësuesit, testimi i ri për vendin e punës. Ministria e Arsimit bën gati testimet për gjithë mësuesit, provim për ecurinë në mësimdhënie dhe për etikën e komunikimit. Nishani kam fakte e dëshmitar, më kam përgjuar punonjës të administratës, intervista. Flet presidenti, jeta ime private dhe e familjarëve të mi në verifikim dhe monitorim. Puto, si më implikuan me vetvrasjen e Mehmet Sheut, kujtimet e historianit, dokumenti nga Londra më shpëtoi Enveri. Basha, jemi në prag të një depresioni ekonomik si kriza greke. Lista e OSHE, 100.000 familje që u ndryshon kontrata. Lista e Aluiznit, legalizimet, emrat e 1200 përfituesve që marrin tapit në Tiranë. Maria Kraja feston 15 vjetorin, emrat në garë. Sinori 2 shteteve shkoi ku e ka lënë historia. Harrojeni terroristët, me rrohuni nga bordet. Gazeta Shekulli, përgjimet e grupit të drogës, prokuroria zbardhi itinerarin e lëvizjes së kreut të grupit të biznesmenëve të trafikut Ajet Sulajt, 7 takimet e sipërmarrësit me miq të lëndës narkotike. Nëna e të përdhunuarit si e mashtroi 76 vjeçari djalin tim. Operacioni prangosen 2 grabitësit e kambistit, Zguri dhe Jorgaqi drejt rizgjedhjes si antar, procedura që ndiqet. Në Borxh me Nën Terezën, Belgjik mungon prokurori, shtyhet gjyqi ndaj Frokut. Milano Expo 2015, një ditë simbol për prezantimin e Shqipërisë. Tiranë, legalizimet 1200 banorët që marrin certifikatën e pronësisë. BE-sh, Shqipëri, Maqedoni ikën ambasadoria greke. Elbasan, 1230 familjet dhe bizneset që ndryshojnë kontratat e energjisë. Superliga, Partizani sulmon FSHF-n dhe Skënderbeun. Gazeta Shqiptare, kompensimi pronave, pagesat me këste për 10 vite, avokati i shtetit Alma Hiçka japim zgjidhje për 26.000 vendime. Drafti i ri në qeveria AKKP-ja do të ketë 3 vite kohë për të shqyrtuar të gjitha dosjet. Hiçka japim zgjidhje, pronarët që do mbeten të pakënaqur mund t'i drejtohen gjykatës. Mjekët e farmacistët, rregullat e reja për ushtrimin e profesionit, drejtoresha e QKEV Entela Sheu ulet numri i krediteve. Pronarët në Vlorë, emrat dhe problemet me dokumentet, Bujar Luca, arti përtej mësimeve të partisë. Legalizimet në Tiranë, 1180 familjet që kanë gati faturën e parcelës. Kapja e shtetit dhe pjesa e mbretit, politika nuk dëshiron të dekriminalizohet. Nën drejtori i burgjeve Letër Ramës, LSI nuk zbaton paktin. Dekriminalizimi, Basha kam tërhequr nga gara kandidat. Grupi i drogës 7 raportet e vëzhgimit nga policia në terren. Miratimi nesër në Këshillin Bashkiak 164 milion lekë për invalidët, ndarja për çdo zonë në Tiranë. Gazeta Dita, replik për heroin, Bedri Islami përgjigjet Andrea Stefanit në vend të një polemike. 2 shembuj shqiptar që nuk kanë asnjë lidhje me dalldim nacionaliste. Përtej delirit sportiv, ballistëve dhe retorikës nacionaliste të politikanëve tanë që ngrysen breg grisur dhe gdhien milioner. Pse fanatikët me kobure i kemi edhe më të pak se studentët e kthiellët serb, dhe pse ne nuk vuajmë nga nacionalizmi por nga e kundërta e tij. Kush ishte njeriu që strehoi për 17 vjet familjarët e Nën Terezës? Gjurmët Tiranase të Gonxhe Bojaxhiut, një profil i gjithanshëm i Avni Zajmit, njësia e ngushtë me Rozën dhe Agen, detajet të panjohura dhe fotot të një historie shumë njerëzore. Mos e ndyni Nën Terezën, por jepuni punë dhe bukë të varfërve, thirrje pushtetarëve. Tiranë, 1182 emra që kanë gati legalizimin. Rruga e parë e kombit është standardi gjuhësor. Gazeta Tema, koordinatorët e PD-s sa për show, drithije mbi stolin 24 karatëshe të Bashës. 25 vjet dhunë politike mbi drejtësinë, të gjithë kokat e prera të prokurorëve të përgjithshëm. Gjithë problemi është ekonomia. Krahas koncesionit, qeveria planifikon $20 milion investime nga buxheti në rrugën e kombit. Andi Bushati, kush po e sulmon Debiazin, Lorenz Vangjeli, hapja e dosjeve si varr pa fantazm brenda. Eduard Zaloshnja të paktën të arrim malin e zi. Bota e panjohur Tiranase e Nën Terezës, antena brenda familjes, batutat më të forta të fundjavës. Obama, perëndimi një lideri në 60 minuta. Gazeta Shqip, zgjedhjet, 8 kritikat e Europës, zbulohet raporti i Këshillit Evropian, dekriminalizimi mbetet problemi kryesor. Draft rezoluta e vëzhguesve risjell problemet e 21 qershorit. Presionet, blerja e votave, listat, problemet e KQZ-s, kandidatë të pavarur dhe emigrantët. Reforma në drejtësi, PS dhe PD bashkohen në Venecia. Hetim tregut bankar për konkurrencën, kodi zgjedhor Vasili asnjë sinjal për ftesën tonë. Subvencionet penalizohen ata me pak tokë. Froku sot në kuvent për të mbrojtur mandatin. Laboratori i drogës lihen në burg biznesmenët. Dështimet Hajdari, prokurorët mbajnë përgjegjësi. Lumturimi i Nën Terezës tani me ligj. Shtjefën i Veza, njeriu muze. Prozatori lirik metropolitan. Cana kur zgjodha Shqipërinë as që e mendoja europianin. Debiazi s'ka nevojë të merret peng për të qenë patriot. Gazeta Mapo, reforma në drejtësi, një super komision për të hetuar gjykatësit. Basha, pasurinë e vura para hyrjes në politikë që të mos jenë peng. Aluizni 1200 emrat për Tiranën, ja kush legalizohet. Bashkia në Vlorë në pikë të hallit, vetëm 1 milion lekë për emergjencat. Si rilindi mbas 40 vitesh rrota e piromanit. Dilemat e arsimit të mesëm profesional, Eliasi nga Berati. Cilat janë degët e preferuara në universitete? Bashkëpunëtorët nazistë të Serbisë theksojnë injorimin e Holokaustit.
Shqiptarja.com ishte sigurim sa të largimet nga puna deri në vitin 2020. Legalizimet 1182 familjet që marrin tapit në Tiranë. Trafiku i drogës 22 ditë të hetimit që vunë pranë nga biznesmenët VIP. Punonësit në shtet me certifikat për gjuhën shqipe. Masterat ja vendimi për 18000 kuotat në shtet. Mjekët si do bëhet vlerësimi për specializantët, hapet gara, faturat, OSHE-ja si mund të ulet 70% e shumës për pagesën e energjisë. Intervista, presidenti Nishani nuk ka element të destabilitetit në vend. Koha jon, trajneri Debiazit rri apo të ik. Nën Tereza një zemër e madhe sa të gjithë kombet bashk. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta më shumë shkëmbime ekonomike mes vendeve të rajonit. Një ligj për vullnetarizmin në shembullin e Nën Terezës. Aloizni PD përballë procesin e legalizimeve, shtyhet gjyqi për Mark Froku në Belgji. Basha ekonomia porëndohet të ulin taksat, hiqet pagesa e dyfisht të skanimit në dogana, ja bizneset përfituese. Profesionistët e shëndetësisë që duhet kalojnë testin e certifikimit. Nëse nuk e mban duka Debiazin ta mbajmë ne, kush po e sulmon Debiazin? Zoti Rama mbaj fjalën, merre peng Xhani Debiazin. Memoria historike e kombit. Gazeta Sot, Sabit Broka, Edi Rama të largoi kuajt e ngordhur nga qeveria, mos ndëshkimi i Berishës pa aftësia e socialistëve për të vënë drejtësi. Kryeministri ka frikë se i prishet uniteti nëse largon disa ministra. PD e Berishës po kthehet nga një korp armat në një skuadër. Byer Nishani kërkon shkarkimin e Adriatik Llallës, ka dështuar në luftën kundër korrupsionit. Korrupsioni rrëzon qeverinë, 4 ministra në akuzë për vjedhje dhe trafiqe, 3830 denoncime në 5 muaj. Ja ministrit dhe bashkitë që i dhanë tendera Ilir Beqajt, Harito dhe Cani 12 kontrata. Ilir Meta dhe Sali Berisha në një avion nga Zvicra në Shqipëri, detajet e udhëtimit të zysh aleatëve. Ambasadat dhe OSBE në sit kandidatët për hapjen e dosjeve pasi deputetëve dhe ndërkombëtarët të shqetësuar për lidhjet me sigurimin e shtetit. Reforma në drejtësi shtyhet në vitin 2016, Venecia nuk shqyrton draftet para muajit dhjetor. Duka po prishon në kuqezi sulmon Debiazin, njeriu që na çojnë europian. Qeveria të rriqet nga pagesa e dyfisht e skanimit, ja kategoritë që përfitojnë nga projekt ligji i ri. Korrupsioni, çështje varfërie dhe ignorancë apo trill pasurie pafund. Kishit të drejtë zoti Lu, një ceremoni mortore. Tirana Observer, spitalet rrisin çmimet ja cilat janë shërbimet më të shtrenjta dhe më të lira. Sherri me Bashën, besnik Mustafa i Prorulit do i shkarkoja më njëherë krerët e degëve. Avokati i shtetit kompensimi do mbyllet për 10 vjet. Shpërndanin drogë në shkollë pranë nga 4 të rinjve. E bukura, fenomenale dhe artistike, martesat dhe lindjet e emigrantëve shqiptar në SBA. Misteri i madh, kush e vrau Aleksandrin e Madh. Standard, pronarët të rinj. Emrat e 1182 personave që u miratohet legalizimi. Platforma e PD-s Basha ule 6% të taksës së tatim fitimit takse shesh në masën 9%. Arbiola Alimi, ish kompania e Beqajt mori tendera me miliona dollar pasi u bë ministër. Masat e sigurisë, biznesmenët e drogës mbesin në qeli si i kishte përgjuar policia. Reforma në drejtësi, Komisioni Venecia se shqyrton draftin në 24 tetor, raporton Xhafaj. Taksat e pambledhura, ekspertët është koha për amnisti fiskale. Lumturimin në Terezës, aktivitetet në gjithë vendin jepen dhurata për të varfrit. Telegraf, përdhunime masive në kampet gjermane, drejtësia pengi frymës politike, akuza bashkive, kompanit po na kërkojnë rrushfet për investimet e bëra nish komunat, dështimi i ministrit Axhinasto, premtimi i pambajtur i kreut të transporteve për dhënien me koncesion dhe mirëmbajtjen e autostradës. Të tjera skandale me energjinë, Shqipëria do i paguajë firmës kroate Dalekovod një shumë prej 6.8 milionë eurosh për interkoneksionin. 55, qeveria e Ramës antiteze mëshirës së Nën Terezës. Basha beslidhur rreth Sëmirës për të flakur të keqen. Fakti për rrëzimin e bustit të Enver Hoxhës, Rama akmerret duke rrëzuar shtatorët e Nën Terezës. Basha, lufta ndaj informalitetit po mbyll qepenat u shpik për të kamufluar rritjen e taksave. RD, laboratori, lufta e re, Rama Meta me drogën dhe naftën. Sarapuli 5 miliard lekë të tjerë me ofertën më të lartë në tender, si kalojnë parat në xhepat e Ramës. Kosova sot si Shqipëria më 1914-ën, një vizitë në kohë të papërshtatshme. A do të hiqet sot mandati Mark Frokut dhe Ndokës, paket shpëtimi 6% taksa e tatim fitimit dhe 1% TVSH për energjinë. Afera 1.5 milion dollar e Lames, gruaja kriteret, burri tenderin. Gara në FRPD, Lisandër Hoxha, Bashkimi i Rinisë kundër mafias. Vjedhja e hapur me rrugën e kombit përveç taksës 5 euro edhe 21 milion euro nga taksat. Integrimi, takime peshkatarët në Durrës, panaritje mbështetje maksimale peshkimit, një sektor potencial për zhvillimin ekonomik. Endrit Brahimllari, mirëqeverisja, të gjitha energjitë duhen përqendruar tek ekonomia dhe zhvillimi i vendit. Gjovalin Kadeli, lufta ndaj informalitetit ka rritur konkurrencën në ekonomi. Lefter Koka merr pjesë në konferencën e shtatë ministeriale për mbrojtjen e pyjeve në Europë. Promovimi i kulturës, historisë, traditës, muzikës, folklorit dhe turizmit shqiptar. Panorama Sport, Shkëmbi, Partizani të mëshlyejnë 145 milion lek, nuk jam ndier deri tani për dashamirësi ndaj kuqve. Kapiteni Skënderbeut e kanë fituar gjyqin prej 8 vitesh, është mundi im. FSHF gati të pajisë me pasaport shqiptare Ulainkën. Debiazi duhet paguajë 100.000 euro nëse largohet. Ndihmësi i Kapelos, drejtori kombëtares. Kam padur pak hapësirë, dua europianin, Valdet Rama. Flamurtari, lojtarët mund të dalin në rrugë. Qirate papaguara. Në Albani gabuan me Maganin, Halili të ndaj rolet. Ish portieri i Tiranës, presidenti ka përgjegjësi, keqardhi për Muçën. Wenger bën presion munda Bayernin e tripletës. Spanjollët Realin e ankth para PSG-s dëmtohet Bale.